Rrugë të bllokuara nga forcat e sigurisë, çdo kënd i pjesës së bllokuar të qytetit ishte në vazhdim. Administrata e komunës së Tetovës në ngadishmëri dhe nxënës me flamuj shqiptar në duar ishin pamjet e mëngjesit të sotëm në Tetovë në pritje të mbërritjes së presidentit Begaj. Begaj u prit nga kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami dhe bashkëpunëtorët e tij. Takimi u shoqërua me një bisedë miqësore. Sipas agjendës, pas takimit në ndërtesën e komunës, presidenti shqiptar Begaj bashkë me nikuqerin e tij Bilal Kasamin në këmbë përshkruan rrugën nga komuna deri te shkolla fillore Liria. U pritën me flamuj shqiptar nga nxënësit në të dy anët e rrugës. Shkolla Liria kishte organizuar një pritje madhështore për presidentin Begaj. Nikoqirët ja bën me dije se po qëndron në shkollën më të vjetër të Tetovës dhe në një shkollë që prodhoi shumë breza intelektualësh e atletarësh. Kjo trashëgimi është krenari, por mbi të gjitha përgjegjësi për të trajtuar dhe zhvilluar më tej. I nderuar president, vizita juaj është vlerësim për punën e palodhur të mësimdhënësve ndër vite. Dhe një mesazh i fuqishëm se arsimi mbetet prioriteti kombëtar. Kreu i komunës së Tetovës Bilal Kasami, siç u shpreh gjatë fjalimit, vlerëson lart bashkëpunimin e institucioneve të Shqipërisë me komunat shqiptare jashtë kufive, duke e quajtur investim të drejtë për drejtë në mirëqenien e qytetarëve dhe zhvillimin e dy vendeve. Ky bashkëpunim na forcon, na mban të bashkuar dhe na kujton se jemi pjesë e të njëjtit komb, të njëjtit rrugë kombëtar. Përkushtimi i përbashkët krijon mundësi të reja, ndërton ura që nuk mund të thyhen dhe sjell një të ardhme më të fortë për shqiptarët kudo që jetojnë. Tetova është gati të marrë pjesën e saj në çdo projekt të përbashkët dhe të kontribuojë në thellimin e marrëdhënieve midis dy vendeve tona. Presidenti Begaj në fjalimin e tij, duke treguar njohuri të theksuara për historikën e shkollës Liria, nuk harroi të përmendë se në themelet e kësaj shkolle gjurmë kanë lënë edhe arsimtare mësues nga Elbasani, Korça apo Dibra. Ai u bëri thirrje nxënësve të kësaj shkolle, por edhe gjithë shqiptarëve të këtij nënqjelli, që siç tha, të bëhen misionar të shqiptarisë. Ne kemi detyrimin ta vijojmë këtë mision, ta trashëgojmë atë brez pas brez. Unë besoj se kryetari i komunës Tetovës, zoti Kasami, do të bëjë çmos që Tetova të mbetet e para këtyre anëve, siç ishte atëherë kur hapi shkollën e parë shqipe. Pas shumë vitesh përpjekje dhe sakrifice, tashmë që marrëveshja e Aurorit na e ka siguruar të drejtë themeltare me ligjin e gjuhëve, ne duhet ta mbrojmë me çdo çmim atë. Mua do të keni gjithmonë në krah dhe mbështetës. Në shkollën Liria për nder të presidentit Begaj organizua edhe një program kulturo-artistik në interpretim të shoqërisë kulturo-artistike Xheladin Zeqiri me këngë dhe balle që pasqyrojnë trashëgimin ton kulturore. Vizita e presidentit Begaj më pas vazhdoi në xhaminë e Pashës në Tetovë, ku mysafirët nga Shqipëria u pritën nga myftyi i Tetovës Selver Xhemaili. Presidenti Begaj nga afër u njoftua me historikën e kësaj xhamie dhe aktivitetet fetare që zhvillohen në këtë monument historik. Presidentit Begaj u dhurua edhe një pikturë me motive të xhamisë së Pashës dhe urës së vjetër të Tetovës. Presidenti Begaj vizitoi edhe kompleksin Arabati Baba në Tetovë.